Ky është Egli Pashollari, 31 vjeçar, i cili u godit për vdekje me thikë sapo doli nga makina e tij në rrugën Kongresi i Lushnjës. Në këtë pjesë të rrugës ai u sulmua menjëherë nga 3 persona. Sipas informacioneve të dëshmitarëve okular, 2 djem dhe 1 vajzë. Gjatë përpjekjes për të mbrojtur, Pashollari është goditur nga njëri prej djemve në kurriz, duke marrë plagë fatale. Dima e pari është dhënë nga kalimtarët e rastit dhe persona që ndodheshin në lokalin aty pranë, të cilët e kanë nisur menjëherë drejt spitalit, por fatkeqësisht ai ndoroi jetë gjatë rrugës. Policia bën me dije se Gazmend Buçpapa dyshohet se ka qenë ai i cili ka goditur viktimën, ndërsa autorët e tjerë të ngjarjes janë identifikuar po ashtu me mbiemrin Buçpapa nga Tropoja dhe janë shpallur në kërkim. Efektivet rrethuan zonën pas sulmit, ku duket edhe pellgu i gjakut i Egli Pashollarit dhe sendet personale që i përkisnin 31 vjeçarit. Egli Pashollari nuk është një emër i panjohur për blut, pasi ai ka qenë gardian burgu dhe më herët është akuzuar se ka tentuar të fuste alkol në qeli për Emiliano Shullazin. Ndërkohë, pothuajse në të njëjtën kohë dhe pak metra më tutje, në rrugën e Kavajës pranë kompleksit Deli Jorgji, një tjetër person plagoset me armë. Akil Koxhaxhiku, 34 vjeç, u qellua me armë nga Besian Ferazini. Sipas informacioneve, ngjarja ka ndodhur për konflikte xhelozie, pasi dyshohet se Ferazini ka pasur një lidhje me bashkëshorten e të plagosurit. 34 vjeçari është dërguar menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia është vënë në kapje të autorit.